Mirë se vini. Sot do bëjmë diçka paksa të çuditshme. Për të gjetur urtësinë, do të ndjekim rrugën e kundërt. Harrojeni pyetjen si të kemi sukses. Në vend të kësaj ne do të ndërtojmë bashkë një manual të plot për dështimin. Po, për dështimin. Dhe udhërrëfyesi ynë në këtë aventurë të pazakontë, askush tjetër veç se perandori filozof romak, Mark Aureli. E po kjo është pyetja që na mundon të gjithëve, apo jo? Si dreqin mund të gjejmë pak paqe dhe urtësi në këtë botë kaq kaotike? Si mund të bëhemi më të fortë kur sfidat na vijnë njëra pas tjetrës? E po, përgjigjet më të mira, siç duket, shpesh fshihen në vendet më të papritura. Dhe udhërrëfyosi ynë në këtë kërkim është Mark Aureli. Tani, kur themi filozof, mos imagjinoni një plak me mjekër të izoluar në një kull fildishi. As pak. Ky ishte perandori i perandorisë më të fuqishme në botë. Çdo ditë përballej me luftë, me sëmundje, me tradhti, me një presion që as nuk mund ta imagjinojmë. Urtësia e tij nuk lindi nga librat dhe rehatia. Jo, lindi nga zjarri i vërtet i realitetit të ashpër. Dhe pikërisht këtu fillon kthesa jon. Në vend që të pyesim si të kemi sukses, ne do të bëjmë pyetjen e përmbysur. Si mund ta shkatrojmë jetën tonë në mënyrën më efikase të mundshme? E di, tingëllon në çuditshëm, mbase edhe pak e errët, por besoni, kjo qasje fshen një fuqi të jashtëzakonshme për të gjetur qartësi. Ja ku jemi formula e inverzionit. Për të gjetur qartësinë, së pari duhet të hartojmë rrugën drejt mjerimit. Ideja është geniale në thjeshtësinë e saj. Në njëherë është shumë më e lehtë të kuptosh se çfarë të mos bësh, se sa çfarë të bësh. Kështu që, duke përcaktuar me saktësi rrugën drejt dështimit, rruga e duhur, papritur, bëhet e qartë si kristali. Pra, çfarë është saktësisht ky inversioni? Është thjesht një ushtrim mendor. Në vend që të pyesim si mund të jem i lumtur, ne e përmbysim dhe pyesim, "Okej, çfarë do të më bënte pa diskutim të miruar?" Dhe përgjigjja e kësaj pyetje të dytë na jep një listë super të qartë me gjëra që duhet i shmangi me çdo kusht. Është shumë më praktike dhe, le të themi, më e sigurt. Le ta shohim konkretisht. Pyetja standarde: si bëhet njeriu i fortë, i qetë dhe i mençur? Kjo është pyetje e mirë, por është pak abstrakte, apo jo? Tani, le ta përmbysim. Si bëhet njeriu i dobët, i shqetësuar dhe i shpërqendruar? Kjo e dyta na detyron të zbresim me këmbën tokë, na bën të mendojmë për sjellje specifike, zakone të këqija, gabime mendore që garantojnë mjerimin. Papritur, problemi nuk është më një re, por diçka që mund ta prekësh. Mirë, atëherë jemi gati, le të ndërtojmë manualin për dështimin. Ky është një udhëzues hap pas hapi për një jetë të mirueshme, gjithçka e bazuar në idetë e Mark Aurelit, por të kthyera përmbys. Këto janë, le të themi, rregullat e arta për një jetë me ankth, dobësi dhe një pakënaqësi pafund. Rruga e parë: humb gjithë kontrollin mendor. Si bëhet kjo? Hapi i parë: përpiqu të kontrollosh gjithçka që nuk mundesh. Motin, trafikun, çfarë mendojnë të tjerët për ne, të kaluarën. Fiksohu pas tyre. Hapi i dytë: merre çdo fyerje dhe kritik personalisht. Çdo koment, çdo shikim i çuditshëm, merre si një sulm direkt. Dhe hapi i tretë, më i rëndësishmi: jeto vetëm për duar trokitjet dhe miratimin e të tjerëve. Varja gjithë vlerën tënde nga pëlqimi i tyre. Dhe pasoja? Pasoja është e pashmangshme. Personi që kërkon dështimin hyn në një konflikt të përhershëm me realitetin, një betaj që nuk mund të fitohet kurrë. Është si ti bërtasësh shiu të ndaloj. Realiteti nuk negocion, ai thjesht të rrëzgapi derisa të dorëzohesh. Kjo është një recetë e garantuar për një ankth të pashtershëm. Kalojmë te rruga e dytë. Braktis gjithë disiplinën. Kjo është e lehtë. Së pari, ndje që çdo impuls dhe çdo humor të çastit. Ndihesh dembel? Rri shtrirë. Të haj diçka e pashëndetshme? Haje menjëherë. Së dyti, kërkoj gjithmonë në rehati të menjëhershme dhe shmang çdo lloj vështirësie si të ishte murtaj. Dhe së treti, për ta kurorzuar, ankohu. Ankohu vazhdimisht për gjithçka është justifikimi perfekt për të mos bërë asgjë. Dhe këtu shohim një paradoks të pabesueshëm, sepse personi që nuk sundon veten, në fakt sundohet nga gjithçka tjetër, nga rrethanat, nga orekset, nga dobësitë. Mark Aureli e kuptoi se disiplina nuk është burg, përkundrazi është çlirim. Pa vetë sundim nuk ka liri të vërtet, ka vetëm skllavëri ndaj çdo teke dhe zakoni të keq. Dhe rruga e tretë dhe e fundit për të garantuar dështimin. Humb gjithë perspektivën. Receta është kjo. Hapi i parë:
Krahasohu vazhdimisht me të tjerët në rrjetet sociale, në punë, kudo. Është mënyra më e shpejtë për të ndjerë i pakënaqur. Hapi 2, sillu sikur koha jote është e pafundme. Shtyje gjithçka që ka rëndësi për nesër, për më vonë, një më vonë që nuk vjen kurrë. Dhe hapi 3, neglizho tërësisht zakonet e vogla, të përditshme, përçmoj ato. Sepse ja ku fshihet një e vërtetë e madhe. Karakteri nuk formohet në një moment krize. Jo, ai është thjesht një depozit, një llogari bankare e veprimeve të vogla, të përsëritura, të përditshme. Dështimi nuk është një ngjarje e madhe dramatike, është thjesht rezultati i mirë zgjedhjeve të vogla që bëhen çdo ditë. Karakteri është shuma e zakoneve. Kush i neglizhon ato, po neglizhon të ardhmen e vet. Mirë, tani që kemi hartuar me kaq kujdes rrugën drejt rënimit, lind një pyetje natyrshme. Po, sikur t'i shmangim të gjitha këto. Çfarë ndodh atëherë? Ku përfundon dikush nëse thjesht nuk i bën këto gjëra? E po, pikërisht këtu fshihet e gjithë bukuria e inversionit. Dhe ja ku arritëm te rruga e drejtë, urtësia zgulohet thjesht duke shmangur kthesat e gabuara. Përgjigja është e mahnitshme. Rruga e duhur bëhet krejtësisht e qartë. Duke ditur saktësisht se çfarë duhet të shmangim, ne praktikisht kemi krijuar pa e kuptuar një udhëzues të pastër për një jetë të mirë. Urtësia, siç duket, nuk është gjetja e një formule magjike, por thjesht aftësia për të shmangur grackat më të zakonshme. Pra, le ta përmbrysim manualin ton të dështimit pik për pik. Dhe çfarë del në pa? Thelbi i virtyteve stoike. Qeveris veten, jo botën. Gjej stabilitet brenda vetes, jo te të tjerët. Bëj detyrën tënde me dinjitet. Përqafo disiplinën si një formë lirie, jo burgu. Përdore kohën me mençuri dhe ndërto karakterin përmes veprimeve të vogla të përditshme. Ja ku është harta. Sepse suksesi, sipas Mark Aurelit, është diçka shumë e rrallë dhe e fortë, të mbetesh i qartë në mendje, i drejtë në veprim, i përmbajtur në dëshirë dhe i qetë përballë fatit. Vini re, nuk përmendet fama, pasuria apo pushteti. Është një arritje krejtësisht e brendshme. Aftësia për të ruajtur ekuilibrin pavarësisht stuhive jashtë. Ky, po, është një qëllim që ja vlen. Dhe kjo është bukuria e inversionit. Sa më e qartë të jetë rruga e gabuar, aq më e lehtë bëhet për të parë atë të duhurën. Kjo nuk është pesimizëm, larg qoftë. Është thjesht një mjet super praktik për të fituar qartësi. Kur i di me saktësi shkëmbinjin në ujor, lundrimi bëhet shumë i sigurt dhe më me qëllim. Në fund të ditës, e gjitha kjo përmblidhet në një pyetje të vetme, të thjesht, por jashtëzakonisht të thellë. Çfarë duhet të bëj sot që të mos e shkatroj veten? Ndoshta kjo është pyetja më e rëndësishme dhe më e dobishme që mund t'i bëjmë vetes çdo mëngjes. Nuk kërkon të jesh perfekt. Thjesht kërkon pak vigjilence, të shmangësh autogolat e thjesht dhe të bësh një hap të vogël, por të qëndrueshëm në drejtimin e duhur.